Njosja e çështjeve politike Makbule Shkodra tha se Lumir Abdixhiku duhet të ishte përgjigjur pozitivisht ftesës së Albin Kurti dhe të shkonte në takimin e thirrur nga ai për konsultim për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit. Abdixhiku duhet të shkonte dhe të diskutonte, sepse humbës janë gjithmonë ata që nuk janë pjesë e tavolinës. Duhej parë me këtë rast se cilat ishin planet e Kurtit, nëse ai kishte menduar për një qeverisje me LDK-n, deklaroi Shkodra teksa dhe vlerësoi se situata gjeopolitike është e tillë që Kosova nuk ka kohë për të humbur. Kosova ka nevojë për një udhëheqje të përgjithshme që do të ndihmonte në heqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian, përmirësimin e raporteve me Shtetet e Bashkuara dhe njëkohësisht arritjen e njohjes përfundimtare mes Serbisë dhe Kosovës, theksoi njosja e çështjeve politike. Sipas saj, nëse alternativa me LDK nuk funksionon, zgjidhja duhet të bëhet përmes kryetarit të nismës social-demokrate, Fatmir Limaj. Nëse LDK dhe LVV nuk arrin një marrëveshje, atëherë mbetet mundësia që Limaj t'i jap votat për formuar një qeveri me 61 deputet, e cila do të ishte një qeveri e brisht. Pasi kreu i nismas do kishte gjithmonë mundësinë që të kërkonte mocion mosbesimi në çdo kohë, në rast se ai vren se diçka nuk po shkon në rregull. Kujtojmë se një ditë pas ftesës së Albin Kurtit, Lumir Abdixhiku refuzoi ftesën e tij duke theksuar se një takim i tillë do të përbënte kapërcim fatal të dinjitetit njerëzor dhe politik. Abdixhiku ka deklaruar më tej se LDK-ja beson në dialog, bashkëpunim e komunikim, por fjalët përçmuese dhe qasja vazhdueshme e Kurtit dhe partisë së tij ndaj LDK-s dhe elektoratit të saj kanë krijuar një hendek të pakapërcyeeshëm bashkëpunimi.